Të paktën 39 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur rënd mbas një përplasje fatale mes dy trenave në jug të Spanjës, mbrëmjen e së dielës. Kryeministri Pedro Sánchez e përshkroi ngjarjen si një natdhimbje të thellë për vendin. Sipas autoriteteve, aksidenti ndodhi rreth orës 19:40 pranë komunës Adamuz në provincën e Cordobas, kur një tren me shpejtësi të lartë i kompanisë private Irio, që udhëtonte nga Malaga drejt Madridit, ka dalë nga shinat dhe ka përfunduar në linjën e kundërt, ku është përplasur ballë për ballë me një tren tjetër të operuar nga kompania shtetërore Renfe. Si pasojë e përplasjes, edhe treni i dytë ka dalë nga shinat dhe ka rënë në një argjinatur. Autoritetet konfirmuan se rreth 300 pasagjerë ndodheshin në bordin e trenit të Irio në momentin e aksidentit, ndërsa mediat spanjolle raportojnë se në të dy trenat ndodheshin gjithsej rreth 400 persona. Shërbimet e emergjencës në Andaluzi njoftuan se 122 persona kanë marrë trajtim mjekësor për lëndime të ndryshme, ndërsa 48 prej tyre vijojnë të jenë të shtruar në spital. 12 persona aktualisht ndodhen në gjendje kritike në njësitë e kujdesit intensiv. Forcat e Guardia Civile, zjarfikësit dhe ekipet mjekësore kanë punuar gjatë gjithë natës për evakuimin e pasagjerëve dhe nxjerrjen e të bllokuarve nga vagonët e dëmtuar rënd. Sipas shefit të zjarfikëses së Cordobas, Paco Carmona, disa prej vagonëve të trenit Renfe janë shkatëruar pothuajse plotësisht me struktura metalike dhe sedilje të deformuara. Operacioni është jashtëzakonisht i vështirë, ka ende njerëz të bllokuar dhe në disa raste është e nevojshme të nxirren trupat për të arritur te të mbijetuarit, deklaroi ai për televizionin publik TVE. Dëshmitar okular përshkruan skena paniku dhe kaosi. Një pasagjere, Maria San Jose, 33 vjeçe, i tha gazetës El País se ende po dridhet nga tronditja, ndërsa një tjetër dëshmitar raportoi se një nga vagonët ishte përmbysur plotësisht. Pasagjerët përdorën çekiç emergjence për të thyer xhamat dhe për t'u larguar nga trenat. Ministri i Transportit Oscar Puente deklaroi se shkaku i aksidentit ende nuk është përcaktuar dhe se hetimet janë në fazë të hershme. Ai e cilësoi shumë të pazakontë daljen nga shinat në një segment të drejtë të linjës hekurudhore, e cila ishte rinovuar vetëm disa muaj më parë në muajin maj. Autoritetet bën të ditur se shumica e viktimave ndodheshin në dy vagonët e parë të trenit të dytë. Ndërkohë, kompania Adif ka pezulluar të gjitha shërbimet hekurudhore midis Madridit dhe Andaluzisë, ndërsa në Adamuz është ngritur një qendër pritjeje për pasagjerët e prekur. Banorët vendas kanë ofruar ushqim dhe batanie, ndërsa temperaturat gjatë natës ranë në rreth 6 gradë Celsius. Ky aksident konsiderohet ndër më të rëndët hekurudhor në Spanjë në dekadat e fundit. Aksidenti më vdekjeprurës i këtij shekulli ndodhi në vitin 2013 në rajonin e Galicisë, ku humbën jetën 80 persona.